Miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë, një ditë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila vendosi të pezullojë dekretin e Vjosa Osmanit, por edhe punën e kuvendit. Deri tani në vazhdim, pra nga tani nuk duhet kemi asnjë veprim nga këto dy institucione, as për punën për miratimin e ligjeve apo diskutimeve të ndryshme, por as për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Deri në një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese që pritet që të marrë disa javë, qofse Vjosa Osmani ka të drejtë për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme apo jo. Por si është situata politike në Prishtinë dhe çfarë pritet të ndodhë në ditët vazhdim deri në vendimin përfundimtar, pra kulisat, prapaskena dhe intrigat që po luan Kurti dhe Osmani, do të flasim me mikun e emisionit tonë, profesorin Selatin Koceri. Profesor, mirëmëngjes dhe faleminderit. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesë. Faleminderit ju. Një vendim i pritshëm, të paktën pezullimi deri në një vendim të dytë. Po, sigurisht e kemi prit këtë nga gjykata kushtetuese, një shtyrje për 20 ditë të vendimit, me që bëri kërkesë qeveria dhe kryetaria e kuvendit që të shqyrtohet vendimi apo dekreti i presidentes për të shpërndar kuvendin, sepse neni 82 dhe neni 86 ka një lloj kohezioni që lën shumë hapësirë për të interpretuar apo për të zbatuar si dëshirojnë palët. Në këtë rast e kemi pa shumë mirë se neni 82 ka të bëj me shpërndarjen e kuvendit. Edhe atë thuhet nëse kuvendit dështon që për brenda 60 ditësh prej fillimit, do të filloj procedurat, atëherë gjithsesi se nëse ka dështu, atëherë fillon numrimi i ditëve. Por në këtë rast, këtë veprim e ka bërë atë natë kuvendi i Republikës, ka tentuar të futet në këtë nen, ta zbatoj këtë nen, por me vonesë. Fati ka qenë i vonuar, sepse kjo procedurë është dashur të filloj 30 ditë para asoj dite që u morë. Me logjik, nëse do i tekej kuvendit për ta thënë më shkojqur, edhe në datë 5 prill, mund thoshte do i nisim tani procedurat ditën e fundit të mandatit. Pse dua të thënë tek ajo që edhe Vjosa Osmani nuk besoj që i mori koka erë edhe vendosi në një moment, e ka menduar një skenar, një plan BC përveç këtij, domethënë. Po sigurisht, sepse shpërndarja e kuvendit lidhet ekskluzivisht me nenin 82. Dhe mu për këtë arsye themi se këtu ka pak problem, se neni 86 ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit. Domthonë, shpërndarja ka kompetencë presidentja me dekret që ta shpërndaj kuvendin të neni 82. Derisa presidentja ndoshta ka gabu që e ka përdor dekretin apo nenin 86 kur e ka bërë shpërndarjen, sepse në ramje të lirë do të duhej të shkarkohej apo të pushonte mandati i këtij kuvendi. Pa u futur fare, sepse shumë mirë thuhet në nenin 86 që zgjedhja presidentit Republikës Kosovës duhet bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit mandatit presidentit aktual. Dhe kjo nënkupton pa u fut fare kryetaria presidentja me dekret vetin që ta shpërndoj kuvendit. Domethënë në ramje të lirë vetvetiu është dashur që atë natë, s'po sa të dështohet zgjedhja e presidentit pa marrë parasysh, shkohet në rundin e parë, në rundin e dytë apo në rundin e tretë me 61 vota, në këtë rast ka përfundu mandatit sepse nuk ka pas quorum, edhe në këtë rast pushon së funksionuari kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe mu për këtë arsye, gjykata kushtetuese i dha një hapësirë vetës, i ka thonë. 20 ditë ja ka thonë vetës, sepse si duket kushtetuta ka disa mangësi, ka disa zbrasni, apo nuk e rregullon në plotni gjithçka që mund të ndodhë.
të papritura të cilat po i ndodhin Kosovës që një kohë gjatë, edhe unë mendoj që gjykata kushtetuese do të marrë një vendim asnjëjs. As me opozitën, as me në vërtet as me pozitën, që po këtë rast po themi lëvizja vetëvendosje që ka bërë ankesën, edhe as me presidentën. Që do të thotë fare do lënë dekretin. Do ta lë të rrjedh mandati 60 ditë, edhe pasoj do të shkohet në zgjedhje të lira të parakoshme. Për asnjë hap, sepse me 31 mars duhet marrim një përgjigje nga gjykata kushtetuese, me 31 mars apo edhe 4 ditë i mbeten presidentes në pozitë dhe me njëherë mënyrë automatike zonja Albulena Haxhiu e merr funksionin ushtruese detyre e presidentes. Dhe qëndron Osmani deri tek zgjedhja e presidentit të ri. Nuk që në mënyrë automatike, me të pestin i s'ka dënë zonja Vjosa Osmani, me të pest nuk është më në zyre, të vetës. Ajo në mënyrë automatike mandati i ka lënë zonjës Albulena Haxhiu. Do kemi një presidente në detyrë që të pres presidentin e ri. Po, do të kemi një presidente në detyrë, që është në këtë rast zonja Albulena Haxhiu, e cila më pas do të mundohet që afatin zgjedhor ta çoj dikon atje kur kemi thënë ne korriku edhe gushti. Përveç nëse gjykata kushtetuese e vendos nenin 86 dhe thuhet që por pastaj dihet që 45 ditë prej ditës kur gjykata kushtetuese e merr vendimin. Domthonë prej 31 të parit prej të parit prill mezi maj. Domthonë fillimi gjysma majit. Fundi 30 dhe 45 ditë, domthonë po sigurisht do të shfrytëzohet 45 ditë edhe për shkak të përgatitjeve të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe për shkak të buxhetit, edhe për çështje të tjera, sigurisht këtë do të ishte më së miri. Gjykata kushtetuese ta marrë këtë vendim, mos ta lejë në asnjë mënyrë në dorën e Albulena Haxhiut, sepse pastaj do ta kemi krizën e rodhës që do të tentohet të shkohet në fund korrikut, apo unë them fillim gushtit, sepse diaspora kosovare mas shumtin në Kosovë është atë muji gusht është i mbushur Kosova me mërgatën tonë, e cila sigurisht ende vazhdon të besoj, edhe pse unë mendoj që mërgat ka votat konsideruar edhe zonja Vjosa Osmani, dhe këtu pastaj do të filloj lufta kush do të merr vota më shumë nga mërgata, sepse votat e Kosovës veç janë të parapërcaktuara, dihet shumë mirë se trendi i votave në Kosovë shkon në favor të opozitës në këtë moment, po them edhe VV-ja e ka një kuotë dikon mes 30 dhe 35%, por dihet diaspora është ajo që i të bën vota më së shumti lëvizjes vetëvendosje apo Albin Kurtit. Por unë e pres një luftë madhe tani. Tani do të filloj veç dihet se zonja presidente do të formoj një subjekt ri, edhe ajo veç mbrëm të emisionin Syri TV të Qimpeka e pom. Mohoj se të gjitha vendime që unë kam marrë tani shkojnë kundër kësaj që pretendon media, pra nismës së re. Ja, filloj zonja Vjosa Osmani veç e filloj luftën apo ta shpërfaq atë që i ka ndihmuar zotit Kurti, tregoj që edhe datën
edhe datën ja ka përshtat. Po e dëmton profesor shumë sepse doli hapur që vendimet që kishin marrë ishin të njëanshme, si për çështjen e datës së zgjedhjeve, që tha e lash atëherë kur e donte ai, por edhe të tjera. Jo, mendoj që këta kanë me dalë tash dët. Fushata e ardhshme do të jetë e ashpër mes Kurtit edhe zonjës Vjosa Osmani, sepse ata dinë, kanë shumë gjona për të zbuluar popullit, edhe këta vërtet do dalin keq. Në opinion, edhe unë mendoj që këta kur ta fillojnë luftën, sepse zoti Kurti është i paskrupull në gjona të tilla, veç ja fillun ky rasti me Nenad Rashiqin e pom se çka ishte tani e shtyn dhunshëm zotin Rashiq të dalë dhe ta demantoj gjëja se nuk ka thënë ashtu, apo është djerë nga konteksti, ai nuk ka folë në atë rast gjuhën shqipe. Unë e një gjuhën serbokrate dhe e kom dëgju original që ka folë zoti Nenad Rashiq dhe ai ka thënë se më ka thirrë zoti Kurti në zyrën e tij, më ka thonë eja më herët sepse kam një sihareq, e kam një lajm shumë të mirë për ty, edhe që ty të favorizon të komuniteti jot. Dhe kur ka ardhur ai në zyre, i ka thënë që vendimin për e nënshkruj vendimin e dhënjes dhuratës të 24 hektar tokë vetëm për hatër tëndin për e bëj se për ndryshe nuk do ta bëja kurrë, dhe kjo e shkatërron karrierën politike. Tani po mundohen ta demantojnë, por kjo nuk do të pijuj. S'ka pas nevojë fare Kurti të futet në kësaj lloj intrigash, sepse ka qenë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe s'ka pas fare nevojë të jap atribute të tilla zotit Rashiq për ta përfituar apo për ta pasur në radhët e veta siç e kemi pa në ato far gara që bëheshin për nën kryetarit e Kuvendit Kosovës. Prandaj unë them që gjykata kushtetuese do të marrë një vendim që zgjedhjet do të mbohen brenda 45 ditësh, sepse në këtë rast gjykata kushtetuese do jap të drejtë Osmanit. Po, në farë mënyre do ta pranoj dekretin e zonjës Osmani që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme edhe atë në fillim të muajit maj. Të rikthehemi edhe një herë tek ajo pjesa e Vjosa Osmanit në brëm. Shumë urrëti kishte, domethënë shumë mlef. Fjala më saktë se urrëti, pra mlef. Sepse edhe nga premtimet e Kurtit, sepse ai kishte thënë që i presidentja më e mirë e shekullit. Më duket unë dhe ti e kemi bisedu çështjen se çka është llogaritur. Fillimisht zonja presidente ka mendu se ajo do të jetë në zëvendës kryeministre edhe ministre e punëve të jashtme. Unë e kom pas një shkrem, duke ta kom dërgu. Të ndrohen pozicionet e Glau Konjuktet, ajo ti merr, por si duket ata e kanë ditë që nuk do të kaloj Glauku president, dhe në këtë rast o tërhjek zoti Kurti dhe i ka thënë krejt çka mund të ofroj, ti mund të jesh ministre e arsimit në qeverinë time. Dhe ajo në këtë rast, ajo ka pritë që do të jetë në zavendës kryeministre e parë. Kryeministre parë edhe ministre punëve të jashtme, një funksion që do t'i shkonte fantastik, edhe unë mendoj për nga rëndësia është më e rëndësishme se sa opozita e presidentit Republikës. Kishte edhe dialogu ndor me Serbinë, raportin me ndërkombëtarët. Ajo e konsideroi që tradhti, edhe aty filloi konflikti, edhe aty u fyll ndërmjeveti. Patën fyrje. Edhe ajo e konsideroi fyrje kur ja ofroi pozitën e ministrit të arsimit, edhe e përzuri nga zyra zotin Kurti. Dhe me këtë edhe me fyrje duke e quajtur arrogant, tradhtar, dhe me fyrje të rënda e ka larguar nga zyrja. Dhe kjo ka fillu një luftë të ashpër që do të jetë
mes Kurtit dhe zonjës, sepse kanë këta sot të dush për të zbuluar. Sepse Vjosa Osmani e din shumë mirë që kjo po shkon nga presidentja, nuk po kandidohet si presidente për shkak që në shtator të vitit 2024 i kishte thënë që Kurti po lund bixhës. Pastaj takimi i Davosit në bordin e Paqës. Të gjitha këto, pastaj në Washington, takimet me Edi Ramën, përkraja e madhe që Edi Rama ja bëri zonjës Vjosa Osmani. Edhe krejt këto e kanë bërë Kurtin xheloz, edhe ai dyshon që edhe te Trumpi është pengesa kryesore zonja Vjosa Osmani që Trumpi nuk e konsideron dhe nuk e fton asnjëherë edhe nuk e ka taku asnjëherë zotin Kurti. Për gjitha këto, këtë dyshon se prapa e ka zotin Edi Rama edhe zonjën Vjosa Osmani. Por finalja arriti kur zonja Osmani doli në përkraje të Hagës apo doli në protestën e madhe e cila u organizu në Prishtinë dhe krejt këto e bën se ai dyshon, është revanshist, është hakmarrës i madh, edhe nuk e lejon ai në këtë formë të sillë zonja Vjosa Osmani dhe në këtë rast unë frigohem se edhe nga zgjedhjet e ardhshme do të kemi një rezultat të tillë që nuk do të na mundsoj përsëri dhe do të vazhdoj kriza e më të tjeshme, sepse Albin Kurti jeton në kriza. Albin Kurti nuk don stabilitet. Ai don kriza sepse është i paaft, është i pasoti, është i padenj për ta udhëhequr qeverinë e Republikës Kosove edhe për ta çuar Kosovën përpara në integrimet euroatlantike. Mendoni që opozita tani do vërmend bashkohet profesor, sepse pam që Haradinaj tha unë mund do jep kandidat vet, po do jetë Ardian Gjini për kryeministër. Ndërkohë që zërat media dhe ne bashkë kemi diskutuar dhe shumë herë që ndoshta mund të ishte Vjosa Osmani, ai njeriu përbashkues e Merusi përbashkët, i LDK-s, AK-s, Nismës, ndoshta edhe fraksioneve të tjera, që mund të t'i bënte gjithë bashkë. Tani ka shanse ky skenar sepse nga vetvendosja kanë plasur çarjet e vogla aty. Haxhi Abdyli u largua, që ne diskutuam dhe më bashkë. LDK është duke punu shumë që në një farë mënyre ta kthej zonjën Vjosa Osmani. Por aty ka një grup, nuk është i madh, brenda LDK-s që nuk e pranojnë në asnjë mënyrë. Por ata sigurisht mund të sakrifikohen edhe të largohen. Është grupi oligarkëve apo ata që ndoshta kanë perceptim që mund të jenë lidhur edhe me PDK-n? Është Abdullah Hoti, është Hikmete Bajrami, edhe Janina Ymeri, janë tre, Lutfi Aziri po luta përsëri nuk e lëshon LDK-n dhe mundësit t'jenë 3 parti në tarmen, 2 koalicione, po lista guxo me gjaz do të shkrihet në lëvizjen vetvendosje ata që kanë mbet, Haxhi Abdyli veç u largu, Kraku e pat një paralajmërim që mund të largohet, edhe të tjerë mund t'i bashkangjiten zonjës Vjosa Osmani. Unë mendoj që Vjosa Osmani do të tentoj ta marrë listën guxo, ta kthej sepse lista guxo ishte e saj, edhe në këtë formë ajo tjetë në një farë mënyre me një koalicion me Aliancën, me partinë e Fatmir Limaj Socialdemokratën, edhe me partinë e Dardan Molliçajt dhe LDK-ja, ajo LDK-ja që mbetet, unë besoj që kjo do të mbetet, shumica e kësaj LDK, sepse kjo direkt LDK nuk besoj që do të kthehet, sepse ashtu do të jetë rezistenca shumë e madhe edhe ka mundësi të ketë çarje brenda LDK-s. Dhe kështu do t'i kemi 3 subjekte. Këtë koalicionin e Vjosës, apo të LDK-s, ma mirë me thonë të LDK-s se mund të na preket LDK-ja, PDK-n e vetme, edhe nënën tjetër vetvendosja me alternativen edhe me disa elemente që mbeten, dhe kjo do të ishte një skenë e jashtëzakonshme që unë shumë besoj që LDK-ja në këtë rast me Vjosa Osmanin do të kapte vendin e dytë.
do të mund thjesht Po gjitha është ideja që do merrte nga vetvendosja elektorale. Ta portin vendin e tretë dhe në rastin më të mirë zgjedhjet do t'i fitojnë më të keq, do t'i fitojnë zgjedhjet përsëri lëvizja vetvendosje dhe në të ardhmen do të ketë koalicion lëvizja vetvendosje PDK. Domethënë për zgjedhjet e ardhshme koalicioni do të jetë LVV PDK, sepse edhe kësaj radhe koalicioni ka qenë shumë i afërt për presidentin, por presidentin, në këtë rast presidentin, ose presidentin Justina Pula, por si duket nuk kanë arritur, me qenë se nuk shkoj, sepse propozimi i PDK-s ishte familja Jashari. Dhe me njerë pas bisedës që e ka pas me Bedri Hamzën, zoti Kurti ka vrapu te familja Jashari dhe për këtë ka informatat sigurta që ka qenë i përgatitur koalicioni VV-PDK për shkak që presidenti t'i takoj PDK-s. Por, çka ndodhi? Pse u prish? Këtë e din vetëm ata brenda. E din vetëm ata brenda sepse këtë unë jam i bindun, do t'a tregoj ose Vjosa Osmani, ose do t'a tregoj Albin Kurti, shumë shpejt, tani kur veç do të filloj edhe ma foreshëm, sepse kjo zonja dje filloj te Qimpeka atje, por besoj që edhe në televizionet tona do dalë shumë shpejt, edhe do të zbuloj shumë gjona, edhe që kena humbë Këshillin e Evropës, edhe që gjitha dëmet të cilat i ka shkaktuar Kurti në arenën ndërkombëtare, jam i bindur që zonja Osmani do t'i tregoj hapur, siç filloi mbrëm na duk pak, por megjithatë ishte e jashtëzakonshme ajo që tha zonja. Fillimi ishte i vrutshëm, edhe diçka kam profesor, sepse dje ka pas debat të fortë, prokuroria ka hapur një hetim për thirrjet ndaj presidentes për pushkatim. Halit Gjesi tha që ishin në mënyrë indirekte shprehje referenca e tjera, por djali i tij është një lista guxo në parlament. Pa edhe këtu ka kontradita. Është qore Halil Gjeci atë nivel e ka ti e ke pas në intervista Halilin, edhe unë jam i bindur që nuk e ka thënë, nuk ka pas bëj fare me. Ajo ka marrë shembujt totalitare, siç është Irani atje, Turqia, Afganistani, që në këto raste kur konsiderohet tradhti, por absolut nuk besoj. Nëse nuk gaboj, jo se do i vinë në ndihmë zotit Gjeci, por edhe kemi pas muajt e fundit, në mos gaboj kanë qenë në Korenë e Jugut, që presidenti u dënua për shkak se shpalli një gjendje të jashtëzakonshme, diçka të tillë dhe mori një dënim shumë të fortë atje. Por edhe Korene përmendi, domethënë unë nuk besoj, ajo familje është një familje mirë, por ashtu Gec e ka një farë lloj euforie, edhe flasin pa bë analiza, e këto kërcënime tjera që ja bëjnë zakonisht në këto Facebooket fake, shajnë e fynë, të gjithë na jemi viktimat e asaj, edhe unë, edhe të gjithë ata e egzageruar, mendoni, është e egzageruar. Edhe na kanë kërcënu, edhe na kanë kërcënu me varje, me therrje, me prerje, gjithçka na thonë, edhe në këtë vazhd është edhe kjo, por në asnjë mënyrë unë nuk besoj që Halil Gjeci, Halit Asjeko jamni nuk e ka pas qëllimin të kërcënoj, sepse fundja ai e përkra dhe e ka përkra të kaluarën, se ajo familje e Gecve tani veç është shpërnda, disa i kemi në vetvendosje, disa i kemi në LDK, edhe ka dhe me Vjosën aty, edhe thjesht zonja presidenta për këtë punë nuk do të brengoset shumë, sepse prokuroria vërtet hapi rastin, por unë nuk konsideroj se nëse ka marrë një shembull çka do të ndodhte, unë nuk konsideroj se ajo familje thirr dikon për ta vra, sepse nuk ka asnjë logjik. Pastaj kjo zonjë është grua dhe vërtet nuk na takon, nuk duhet të bëhen kësi farë lloj kërcënimesh, pa marrë parasysh në historinë e saj presidenciale për 5 vite
ka plot gabime zonja Vjosa Osmani, por ajo çka po duket më e keqja është karrieriste e madhe edhe dëshiron me çdo kusht të bajë një pozitë e cila për momentin po shihet se nuk do të jepet në asnjë mënyrë sepse këtë nuk e dëshiron zoti Kurti. Uroj në fund uroj që të shkojmë zgjedhje të lira, edhe këto zgjedhje të lira të shkojnë me një rezultat 30-30-30 në mënyrë që të jetë i domosdoshëm për koalicioni, për ndryshe Kosova do të shkojnë në pafundësi në këtë krizë e cila vërtet na ka rënduar shumë edhe po na kushton, ka kosto të jashtëzakonshme për të gjithë ne. Duhet ndarë pushtet për të bërë shtet. Profesor, faleminderit shumë që na solli analizën me dhënat më të fundit nga situata atje, duke shpresuar që kemi një dritë fund tunelit sa më shpejt. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Mirë po.